Shqipëria rrezikon të ngadalsojë ritmin e zhvillimit nëse nuk thellon urgjentisht reformat fiskale. Është ky paralajmërimi që Banka Botërore jep në raportin e ri për financat publike. Skema e pensioneve është një ndër sektorët prioritar sipas Bankës Botërore, e cila po kthehet në e paqëndrueshme nga ngushtimi i raportit kontribues përfitues. Perspektivat e rritjes ekonomike të Shqipërisë varen nga forcimi i kapitalit njerëzor, përmirësimi i infrastrukturës dhe avancimi i politikave klimatike për të përshpejtuar konvergjencën me BE-n, veçanërisht në kushtet e ndryshimeve demografike. Shqipëria mund të rrisë investimet tek njerëzit dhe të forcojë ekonominë, duke rritur të ardhurat dhe duke shpenzuar me efikasitet. Raporti tregon se ndonse reformat e viteve të fundit kanë forcuar administratën tatimore, të ardhurat mbeten larg potencialit për shkak të informalitetit dhe mos deklarimit të pagave. Banka Botërore rekomandon ndërhyrje të drejtpërdrejta, si formalizimin e qirave afatshkurtra, rivlerësimin e taksës mbi pronën, taksën e karbonit për qymyrin dhe rritjen e taksave të duhanit në nivelin e Bashkimit Evropian. Këto masa mund të sillin deri në 0.9% të prodhimit të brendshëm bruto, shtesë në të ardhura. Ministri i Financave vlerësoi rekomandimet e Bankës Botërore, të cilat sipas tij do të ndihmojnë në artimin e politikave më efikase. Kuadri fiskal që ndërtojmë sot do të formsojë të ardhmen e Shqipërisë për dekadat e ardhshme. Ne kemi bërë përparime të rëndësishme, por kërkohen reforma të thelluara dhe politika të koordinuara për të përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e financave publike. Në mbyllje, Banka Botërore thekson se Shqipëria ka njohur progres, por për të përshpejtuar konvergjencën me Bashkimin Evropian, duhet disiplinë fiskale, reforma të qëndrueshme dhe investime më të mëdha tek njerëzit dhe shërbimet publike.